Drejtoria e ndërmarrjeve të shërbimeve publike në Bashkinë Kolonjë ka nisur punën për rikonstruksionin e një pjese të rrugëve dhe trotuareve, të cilat ishin dëmtuar gjatë ditës së dimrit. Specialisti i mirëmbajtjes në këtë bashki, Leonardi Lilaj, bën me dije se aktualisht po punohet në unazën e qytetit. Gjithashtu ai thotë se krahas këtyre ndërhyrjeve është punuar edhe për largimin e kioskave, të cilat janë zvendësuar me një lulishte. Po në vazhdimsitë e punëve që ka bërë Drejtoria e Shërbimeve dhe sektori i ndërtimit, ne po vazhdojmë me rehabilitimin e zonave ku është bërë më përpara ndërhyrja për shtrimin e trotuareve të dëmtuar edhe rehabilitimi i gjithë zonave që janë hequr kioskat e vjetra. Po shtrohet pjesa e trotuareve të dëmtuar edhe do organizohen të gjitha pjesët e zonave urbane ku është bërë ndërhyrje. Ndërhyrja është bërë pothuajse në të gjitha lagjet e qytetit dhe mbasi të përfundojnë punët këtu, do bëhet një ndërhyrje që është shumë e domosdoshme në bllokun numër 1. Lilaj bën me dije se këto ndërhyrje nga ana e bashkisë do të vijojnë edhe në pjesën qendrore të qytetit, duke garantuar kushte më të mira për banorët dhe vizitorët e Kolonjës.